Përshëndetje të nderuar miq. Momenti më i bukur ndodhi, Gjesti dhe Egli në suitë së bashku. Pa marrë parasysh që suita ishte planifikuar që në kohën kur Gjesti dhe Egli shfaqën dashurinë e tyre, emocionin e tyre, ne sonte kemi fatin të shikojmë një darkë të organizuar nga vllau i madh. Egli po flet me shumë qetësi dhe me shumë ndjenja, sepse duket në fytyrën e saj me Gjestin, por njëkohësisht edhe Gjesti po e shijon pafund këtë bisedë bashkë me Eglin. Po shoh një lloj emocioni, po shoh një lloj rikthimi. Nuk do të kisha thënë një rikthim dashurie, sepse nuk më bind për të qenë i tillë, po shoh një afrimitet. Dhe ndoshta Gjesti do ketë mundësinë të shikojë atë dashurinë dhe anën e mirë të Eglit. Egli është shumë e lumtur, është shumë e buzëqeshur, por dhe Gjesti po e shijon këtë mundësinë. Vllau i madh, me sa unë arrit ta kuptoj këtë gjën, që ne do ta komentojmë pastaj në live këtë që ndodhen tani në suite, po përgatit një diçka të bukur. Në orën 11:15 do të jem live në kanalin Monitor TV për të komentuar të gjithë këtë ngjarje kaq të bukur. Si e shikoni ju tashmë takimin e këtij çifti në suite?